Kjo është pjesa e dytë e pasdites në Klan Kosova. Do të kthehemi tani një ekspozite që hapet së shpejti në Prishtinë. Mbamendja përmes ngjyrës titullohet. Është nga artisti Gemb Xerxa, të cilin e kemi në një video lidhje e me të cilin bisedojmë më shumë për detajet e ekspozitës, por edhe për artin e tij në përgjithësi. Gemb, përshëndetje dhe mirë se po takohemi. Përshëndetje Klan Kosovës, përshëndetje dëgjuesve. Mirë se gjeta. Faleminderit që jemi ne. Mbamendja përmes ngjyrës. Si e trajton mbamendjen edhe çka prezanton mbamendja për ty konkretisht, Gemb? Mbamendja është një diçka që mbahet mend, domethënë është më shumë se një ekspozitë, është një thirrje për reflektim, për të mbajtur mend kujtesën e përbashkët dhe për të shndruar në forcë krijuese. Këtë qëllim ka ekspozita. Pse këtë titull, çka të tërhoqi në veçanti mbamendja përmes ngjyrës? Ekspozitën e parë kur kum hap personale e ka paskuru Gjajnuna, domethënë është një shkrimtar i ndjer, dhe titullin e ka pas Njeriu që premton mbamendje. E tash po duket se këtë mbamendje në kum rrit. E tash këtë pikurat janë 20 vjeçare, domethënë janë përdorur prej gjatë cikleve. Gemb, a mundesh lutem, nëse je duke na shikuar, nuk po e di në laptop, telefon, televizor, çfarë do pajisje vetëm me andal zëri se po kthehet vazhdimisht edhe po kemi Mirë, hajde kështu, është mirë. Me zërin. Të dëgjojmë edhe një herë, Gemb? Që ta kuptojmë në qoftë se është më mirë, më duket që është më mirë. Veç zërin, plotësisht, pajisjes që po na dëgjon të ndalja. Jo, nuk kam pajisje. E tu na shiku live dikon apo jo? Nuk do di, që dhe njerë ta ndroj pozicioni. Jo. Mirë po të mbajmë kështu si që të ndërprem, më vjen keq, por duam që ta kemi më të mirën për shikuesit tonë dhe mos ti pengoj zëri. Ishe duke na sqaruar për ndërlidhjen e titujve mes ekspozitës paraprake dhe historisë me një shkrimtar. Po. Do më thonë, ekspozita e parë është titulluar Njeriu që premton mbamendje. Dhe tash ti po kthehem në ekspozitën e tetë personale me titullin Mbamendja. Këtë titull e ka zgjedh Nita Qahili, është drejtuese e Galerisë Qahili, edhe e ka titullu kështu për shkak se ka 20 vjet punë, edhe i ka 6 cikle brenda kësaj punës, që në punu që 20 vjet. Edhe i ka 6 cikle, do më thonë, është kryengritjet, janë objektet, lëvizjet, mas ne vjen kaosi që i shkatron këto 3 cikle të mahershme, edhe duke ndërtu mas ne toke qiell dhe Marsin. Do më thonë, ekspozita përmban nga motivet tek njerëzit, tek objektet, tek lëvizjet, tek shkatrimi, tek balanci i asaj që thirret tokë e qiell, duke u drejtuar drejt Marsit. Do më thonë, ka tendenca universale, po edhe planetare. Mirë, Gemb, është ekspozita e tetë jotja. Kalove sidomos të intrigoj titulli që të kalosh në përkujtimet në për ato çfarë ke mbajtur në mend për të realizuar punimet e kësaj ekspozite, dhe më intereson në qoftë se një punim i yti rëndom fillon me një kujtesë, një ide, ose fillon thjesht me ngjyra dhe pastaj vazhdon. Po besoj se 6 ciklet kanë lidhje ngushtë me njëra tjetrën lidhen, duke më pas edhe punime të reja që nuk janë ekspozu, që e kum punu, do më thonë, muajin e fundit. Unë e vish kam shtu të ciklet disa punë të reja, që mos më konë vetëm punë të vjetra. Po këtu ndryshon normal se ndryshon qasja, ndryshon ngjyra, ndryshon kompozicioni.
Mirë, Gem e analizon si një artist këtë fenomen mba mendjen në kohën tonë digitale kur pajisjet tona janë aty themi si një gjysmë truri jashtëm na shërbejnë edhe janë aty për të mbajtur mend për ne. Ne nuk e ngarkojmë trurin tonë me shumicën e gjërave që një pajisje elektronike mund t'i mbajnë mend, shto kësaj edhe se si në koncentrimin dhe fokusin e mba mendjen tonë dikon gjithçka që shohim kur ne shohim jashtëzakonisht shumë përmbajtje në baza ditore, po e analizon këtë aspekt dhe nxit këtë aspekt tek ata që do të vinë në ekspozit? Po, besoj se ato 20 vjet jënë konë disa paraqitje që ku marrë une që 20 vjet edhe pisjeli sot. Sot nuk është problem, po konë problem para 20 vjetë. E analizon fenomenin e me mba mendjes në shoqëri, apo nuk e analizon shumë, me qenë se e ke vendosur këtë titull? Po normal se duhet me analizu, duhet me konceptu. Dhe çka do doje që publiku që vjen në ekspozitën tënde të mbaj mend nga ekspozita juaj tet? Po unë besoj se duhet me mbajt mend kujtesën e përbashkët dhe për ta shndruar në forcë krijuese. Normal kjo të ka më vlet për mu, po është një thirrje për reflektim, domethënë reflektimin në kohë. Në atë kohë që unë krijova, që realizova punimet, edhe u ktheva për ta ekspozu. Gjem, kur hapet ekspozita? Ekspozita me 31 tetor në galerinë Qahili në Prishtinë. Në ora? Ora 7. Në ora 7. Uroj që shikuesit tonë të tjera aty të pranishëm dhe të të shohin më shumë nga puna juaj. Faleminderit që ishit me ne këtë pasdite dhe shumë suksese në ekspozitën. Shumë faleminderit, natën e mirë. Miru po afshim. Gjem Xerza hap ekspozitën e tij, mba mendja përmes ngjyrës, duke sjellë punime nga ciklet të ndryshme të karrierës së tij dhe duke nxitur të gjithë ata që vizitojnë galerinë të sfidojnë kujtesën e tyre ose të mendojnë ndryshe pas momenteve që do t'i kalojnë në galeri. Shpesh vizita në një ekspozitë arti na vë plot pikpyetje në mendjen tonë dhe mund të na hap dyer të reja të mendimeve mbi çështjet të cilat sillen nëpër kokat tona vazhdimisht. Do të rikthehemi pas pak me pjesën e tretë të pasditës. Nuk do të mungoj Orana në studion tonë. Nuk e kishim në fillim të kësaj pasditeje me qenë se kishim performancën nga akrobatja Fiona Rushiti. E shtyem për fund bisedën me Oranën, me të flasim për ndikimin e ushqimit në shëndetin tonë. A mund të shërohemi me ushqimin që ne konsumojmë në baza ditore? Prekim këtë temë me njëherë pas reklamave.